de Arizona. Y en esa misma nota, rapidito te cuento, Edgardo, que Shakira va a promulgarse también en contra de la SB 1070 y va a formar parte de todas las protestas y manifestaciones que se están llevando a cabo en Arizona y aquí también en Los Ángeles. Ministri i Shëndetësisë doli në një konferencë për shtyp për të deklaruar se aksioni kundër informalitetit do të prekte tregun e banave dhe shërbimet të kujdesit shëndetësor. Një tjetër shkollë është të bërë pjesë e projektit të shkollave si qendra komunitare, të cilat do të shërbejnë edhe si ambiente për aktivitete kulturore dhe sportive gjatë orëve të pasdites. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Serion Veliaj, ka vlerësuar standardet e punimeve, ndërsa gjithashtu ka theksuar rëndësinë që po i kushton bashkia edukimit të fëmijëve. Bilanci i vdekjeve nga tërmeti shkatrues në Meksik kanë përritur 61, ndërsa shkalla e dëmeve në rajonin e goditur prej tij, më i varfëri në të gjithë vendin, nuk është zvartur ende plotësisht. Vendimi i Gjykatës Supreme në Amerikë për legalizimin e martesave të njëjtit seks në të gjithë kombin është kthyer në një nga debatet më të nxehta në betejën presidenciale për vitin. Estamos sintiendo especialmente en porciones de Phoenix, Arizona. De hecho, más de 2 tornados se estuvieron sintiendo en el día de ayer. Aviso y alerta de fuertes condiciones, tormentas muy severas. Por aquí tenemos